Edi Rama thua ti nuk duhet të jetë kryeministër, sepse nuk ka shkëlqyer si kryeministër, po si hajdut, thua ti. Ë? Tani Zdeqineja nuk ka shkëlqyer si hajdute. Më mirë Zdeqineja se Rama, po them unë. Doktori ka duart me gjak nga 21 janari. Më mirë ti se sa doktori, them unë. Lutem shkurtimisht, kushtet tona dhe 101. Unë e thash mbarova. Tash unë mendoj që janë bashkë ata, njëri opozit, tjetri pushtet, gjersat kenë hymën edhe mirë pa. Unë mendoj që kjo është në dëmin e opozitës, sepse ata demokratët të cilët kanë qëndruar pa vull, që kanë qëndruar në ditë vështira, të cilët kanë qenë kur Partia Demokratike majnë gazin në kryetar dhe ju tjerë ju unë mendoj që nuk duhet jo po, për demokratët duhet jemi sepse duhet të ata janë të ndjeshëm kanë thua demokratët për gazin. Për gazin, ç'ju thua? Unë kam thënë publikisht për gazin, që unë jam kundra që Gazbardhi jetë përfaqësuesi sekretari i grupit parlamentar. Pra unë këtë kam thënë publikisht. E kam thënë publikisht. Por kjo, më fal, po këtu ndryshojmë ne Partia Demokratike nga Partia Socialiste. Partinë Socialiste nuk guxon njëri të flasë. Aty s'flet njëri, po të lutem, po jo më jo. Po atje s'guxon të flasë asnjë, të lutem. Kemi folur ne juaj penalltinë e fundit. Po, jo, 101 mandate nuk ka asnjë gjë të keqe, reduktohen kostot, uroj që sa më shumë të reduktohet deputetët, administrata në thelb, nga këndvështrimi ekonomik është shumë pozitive në thelb. Ato lekët që do kursehen duke hequr deputetët, do t'i marrin këshilltar. Tani kjo ironia therse. Kjo po ndodh. Nuk e di domethënë. Domethënë kjo ironia therse. I bashkë. Me që e bëri Basha është saktë. Po ironisë. Iriana penalltin. E kemi thënë neve bashkë. E bëjmë 1-1. Flogerte. Ne jemi shkëputë dhe duhet shkëputemi nga drejt tjetër Lul Bashës, ti vazhdon tani thua kjo është. Iliriana. I agjiton Lul Basha, mos e përmend. Nuk e dija Iliriana të kërkoj shumë dje.